Në mjediset e qendrës rinore Arka, u zhvillua një trajnim me temë Zgjedhjet, media dhe përdorimi i shtetit në fushat. Aktiviteti u organizua në kuadër të nismës Mësimet e nxjerra nga Björn Albania dhe qendresa qytetare, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Pjesëmarrësit trajtuan çështje që lidhen me përdorimin e burimeve shtetërore gjatë fushatave zgjedhore, rolin dhe përgjegjësinë e medias, si dhe sfidat për garantimin e proceseve zgjedhore të lira dhe të ndershme. Një nga shqetësimet kryesore që ka vendi ynë është ai i përdorimit të burimeve shtetërore në fushat. Ajo që është problematike sot dhe që do duhet të ndryshojë nga palët të cilët dukshëm po negociojnë për ndryshimin e reformës elektorale dhe zgjedhore, të cilat do duhet të rrisim gjobat. Ka gjoba të cilat për përdorimin e shtetit shkojnë në 15 euro, 20 euro, maksimumin 1.000 euro. Dhe këto sigurisht bëhen demotivuese për të gjithë ata aktorë të cilët duan të denoncojnë, po sigurisht nuk bëhen edhe një mësim i mirë për ata të cilët i përdorin shtetin. Dhe një detaj tjetër për le të themi rekomandimet që do duhet palët politike të ndryshojnë në ligjin e kodit të zgjedhor, do duhet të jetë konsiderimi i zgjedhjeve qendrore dhe i zgjedhjeve lokale njësoj për sa i përket ndalesave që hyjnë në fuqi, që qeveria, le të themi, ta ketë dorën pak më të shtrënguar kur bëhet fjalë për zgjedhje lokale, ashtu siç e ka edhe në zgjedhjet qendrore. Dakordësia bipartizane e dy forcave të mëdha politike deri më sot ka bërë që ndryshimet ligjore të kenë pak efekte. Ky risk ekziston edhe në fazën ku ndodhemi, që diskutohet ndryshimi i kodit zgjedhor. Gjatë gjithë kohës flitet për reformë zgjedhore, ka një proces që duket sikur është hapur për aktorët e tjerë, por dy partitë politike kryesore në vend, pozita dhe opozita, mblidhen bashkë në moment të fundit bëjnë ndryshimet që ato janë në interes të tyre dhe të shpejtë. Dhe në të gjitha rastet nuk kanë marrë rekomandimet e shoqërisë civile apo aktorëve të tjerë të cilët përmirësojnë cilësisht klimën e mospërdorimit të shtetit në të cilën ne po flasim. Dhe kjo ka ndodhur shpesh, për fat të keq, duket sikur palët janë të dakordsuar për të lënë hapësira që secila do të jenë në drejtim të shtetit ketë mundësi dhe hapësira për ta përdorur atë. Kështu që kjo duhet të zhbëhet. Pjesëmarrësit ndan përvoja dhe praktika konkrete, duke theksuar domosdoshmërinë e angazhimit qytetar dhe institucional për mbrojtjen e integritetit të zgjedhjeve.